Sezoni turistik, le themi nuk se ka nisur tani, sepse Shqipëria tashmë nuk është se ofron vetëm një turizm stinor. Turizmi në Shqipëri tashmë është gjithvjetor, i shtrirë nga muaj janar deri në muajin dhjetor. Sigurisht që piku kulmi i sezonit turistik është sezoni i verës, ku kemi arritur edhe shifra të konsiderueshme të ardhjes turistëve kryesisht nga vendet e Evropës edhe nga Amerika Latine. Për referojmë i vit statistikave, ka patur nga 12 deri në 15 milion turistë që kanë vizituar Shqipërinë. Dhe kjo shifër si vjet pritet të tejkalohet. Kryesisht turistët që vinë nga Europa vinë kryesisht nga vendet e lindjes, nga vendet skandinave, preferojmë më shumë pjesën e Bregdetit, pra zonat e ngrota, por gjithashtu kemi edhe turistë që, si thua, janë të fokusuar drejt destinacioneve, le të themi, jo drejt Bregdetit, por drejt destinacioneve historiko-kulturore. Sepse Shqipëria ka pasurit të jashtëzakonshme edhe në aspektin historiko-kulturor, duke filluar me qytetin e Beratit, Gjirokastrës, Shkodrës, Krujës e të tjera. Pra, le të themi, është një turizëm i shtrirë në të gjithë vitin. A kanë ndryshuar preferencat e shqiptarëve për pushime nga viti në vit? Për shqiptarët atëre, le të themi, tradicionali qëndrojnë pushimeve verore që kryesisht ti kalojnë në zonën e Bregdetit. Mirë po, pra në Bregdetin e Jugut. Mirë po, është krijuar dhe një traditë prej disa vitesh, që prej shumë vitesh, le të themi, që një pjesë e mirë e shqiptarëve zgjedhin dhe destinacionet, le të themi, si për shembull Turqinë, Kroacinë, Greqinë, që ofrojnë gjithashtu plazhe shumë të mira, por edhe me çmime konkurruese.